Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ja si ti heqë shkallot nga këmbët brënda natës, kjo metodë do ju befasoj. Soda e bukës është një përbërës i fuqishëm me shumë përdorime, duke filluar nga kuzhina, gjithë familja dhe banjë. Edhe pse ne e përdorim atë për të fryrë brumin kur bëjmë ëmbëlsira, në të shumtën e rasteve ajo gjithashtu mund të përdoret edhe për të hequr të gjitha aromat e këqija nga tapetët, rrobat dhe sipërfaqet në shtëpi, dhe ajo në mënyrë efektive zbardh edhe rrobat. Gjithashtu mund të përmirësojë ndjeshëm bukurinë. Këto janë disa nga përdorimet e saj që ndoshta ju nuk i dinit. Eliminoni djersitjen. Përdoreni atë për të bërë një deodorant natyral, i cili do të mbajë sqetullat tuaja të freskëta për orë të tëra. Vetëm përzini disa pika të vajit tuaj të preferuar esencial me 4 lugë sodë buke, pastaj përdoreni këtë kombinim në sqetullat tuaja për të shkatëruar bakteret, të cilat janë shkaku i erërave të këqija. Lehtëson erën e trupit. Shtoni një filxhan të vogël sodë buke në vaskën tuaj dhe lëreni në të për të paktën gjysmë ore. Plotësoni vaskën tuaj me shampo apo me produkte të tjera dhe më pas lyeni trupin tuaj me vaj. Për të zbutur lëkurën, përsëriteni këtë 1 herë ose 2 herë në javë. Lëkurë e butë. Shtoni pak sodë buke dhe sapun në ujë dhe masazhoni këmbët dhe duart me këtë përzierje për të hidratuar lëkurën. Pastaj lajeni. Ndërkohë mund të keni edhe thonjë të shëndetshëm. Aplikoni një përzierje prej 3 pjesësh të sodës së bukës me 1 pjesë ujë në thonjë për t'i bërë ato dhe kutikulat tuaja më të shëndetshme. Themrat e plasaritura janë një problem i cili prek një numër të madh njerëzish. Ato nuk janë as pak estetike dhe munden që të shkaktojnë dhimbje të mëdha. Kallot dhe gjithashtu plasaritjet e këmbëve munden që të trajtohen me sodë buke. Soda e bukës ka veti të fuqishme antiseptike të cilat trajtojnë infeksionet tek këmbët. Juve do t'ju nevojiten 4 lugë gjelle sodë buke dhe 4 litra ujë ngrohtë. Në një legen hidhni ujin e ngrohtë dhe sodën e bukës. Mbajini këmbët për disa minuta në ujë derisa kallot të zbuten. Me anë të një sfungjeri të fortë, hiqni pjesën e lëkurës së vdekur. Më pas, thajni këmbët tuaja mirë me një peshqir. Lyeni me vazelinë dhe vishni çorape pambuku. Për rezultate sa më të mira, përsëriteni këtë procedurë të paktën 3 herë në javë për nga 20 minuta. Tashmë që dimri po largohet, është mos e zakonshme që të heqim dorë nga këpucët dhe çizmet e rënda dhe t'i zëvendësojmë me këpucë verore. Megjithatë, këto këpucë rrisin e rrezikun e shfaqjes së kallove apo fluskave të bezdishme në pjesë të ndryshme të këmbës. Kallot janë pjesë të trasha të forta të lëkurës së vdekur me ngjyrë gri në të verdhë. Ato formohen për të mbrojtur vetë lëkurën nga fërkimet dhe dëmtimet, sa kaq shoqërohen me dhimbje, kruajtje dhe irritim të vazhdueshëm. Në qoftë se ju i keni provuar të gjitha por sërish nuk keni arritur rezultatin e dëshiruar, ne ju këshillojmë që të përdorni këtë metodë natyrale. Bëni një kompres me lëng limoni, xhel aloe vera dhe uthull të bardhë rrushi. Bashkojeni që të gjithë përbërësit në një dhe aplikojeni në zonat ku ju keni kallo, duke i mbuluar ato me fasho ose me garzë sterile. Të tre këta përbërës kanë veti antiinflamatore dhe antibakteriale të cilat luftojnë kallët dhe nxisin shërimin e plotë të tyre. Maska me cipën e membranës së vezës.
E keni parasysh atë cipën e cila rrethon vezën e zier, gati e ngjitur me lëvoshkën e saj. Nuk duhet ta hidhni më sepse ajo përmban vlera të larta ushqyese dhe antioksidant tepër të fuqishëm të cilët me sa duket luftojnë kallot dhe parandalojnë shumimin e tyre. Trajtim me sodë buke. Mos besoni kur ju thonë se soda e bukës duhet përdorur vetëm në kuzhinë. Ajo përbën një trajtim natyral i cili mundet që të jetë shumë efikas, sidomos kur bëhet fjalë për kallot dhe flloskat e këmbëve. Receta është shumë e thjeshtë. E gjitha çfarë ne duhet të bëjmë është që të hedhim pak sodë buke në një legen me ujë të ngrohtë dhe më pas i mbajmë brenda për 10 deri në 15 minuta çdo ditë. Çdo kush dëshiron që gjatë verës në lidhje me lëkurën, çfarë dëshiron gjithkush gjatë verës në lidhje me lëkurën është që ajo të jetë sa më e butë dhe më e shëndetshme. Në qoftë se edhe ju jeni nga ata persona të cilët kanë probleme me duart dhe me këmbët, duke vuajtur nga lëkurat e vdekura dhe e forcuar që shpesh e quajmë kallo, atëherë ju e dini se sa e rëndësishme është një zgjidhje për këtë problem. Të qëndroni të hidratuar është hapi i parë drejt një lëkure të shëndetshme dhe kjo vlen për heqjen e kallove. Ndërkohë, përveç këshillës së përhershme të konsumimit të 8 gotave ujë në ditë, ne sot do t'ju sugjerojmë një trajtim krejt natyral i cili do të hidratojë në maksimum lëkurën tuaj. Dhe një lëkurë e hidratuar do të thotë që për disa kohë ju do të shpëtoni edhe nga kallot. Përbërësit për këtë trajtim si gjithnjë do t'i gjeni në kuzhinën tuaj, ndaj mund të nisni në çdo moment me aplikimin e saj. Përbërësit që juve do t'ju duhen për përgatitjen e kësaj recete janë 50 ml uthull molle, një fet buk, qese plastike kuzhine. Përgatitja. Hidheni uthullën e mollës në një enë dhe aty ju mundet që të zhytni fetën e bukës. Lëreni aty për disa orë derisa të formohet një lloj paste e cila krijohet në sipërfaqen e bukës. Më pas, merreni dhe vendoseni atë mbi pjesën problematike dhe me kallo. Mbështilleni sipër me një qese plastike në mënyrë që të mos të lëvizë dhe mbajeni kështu gjatë gjithë natës në këtë mënyrë. Në mëngjes, shpëlajeni të gjithë zonën me ujë të bollshëm. Vlerat e trajtimit. Uthulla e mollës njihet për vlerat e saj antibakteriale të cilat mbajnë larg bakteret. Kur ju e aplikoni atë për gjatë natës në lëkurë, vetit pastruese do të jenë të thella duke ju siguruar këmbë të buta dhe të hidratuara pak nga pak. Mjafton që ju ta ndiqni këtë metodë një herë në javë ose më pak në varësi të rezultateve dhe këmbët tuaja do të jenë shumë shpejt të shëndetshme. Në qoftë se keni kallo të forta, provoni të zhytni këmbët në ujë të nxehtë me sodë buke 30 minuta para se ta vazhdoni me këtë trajtim. Kjo do të ndihmojë që shtresa e parë e lëkurës së vdekur të largohet, duke bërë që uthulla e mollës të depërtojë më shumë dhe të japë rezultatet më të mira. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.